quajmë të tillë është ajo që Partia Demokratike ose veçanërisht kryetari i saj Sali Berisha në këto momente po kërkon që më shumë t'i japi zë çështjes faktorit ndërkombëtar se sa pjesa këtu brenda. Kjo me presidentin e Republikës dhe me elemente të tjerë të përfshirësh në fushatën zgjedhore më shumë më duket si ditore dhe sepse përqendrimi i saj real është mos harrojmë ato të partive popullore europiane. Domethënë Sali Berisha shkoi në Bruksel, pati takime të rëndësishme, por gjithsesi dërgimi, po themi me mision i një grupi të përfaqësuesve të parlamentit të partive popullore europiane, domethënë përbën një lloj lajmi. Ama sa do të ndikoj kjo në atë ndërkombëtarizimin e çështjeve zgjedhore tek Partia Demokratike, kjo duke që ka një problematik të theksuar. Ka problematik të theksuar sepse vazhdoj të them që faktori ndërkombëtar janë qeveritë e vendeve përkatëse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur themi dhe qeveritë e vendeve përkatëse përfshi dhe përfaqësitë diplomatike që ato kanë në Shqipëri. Do të thonë këto në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekte i kanë konsideruar de facto zgjedhje të pranuara të 11 majit. E qartë, ky është një problem. Madje unë ja shpreha dhe publikisht në për emisionet ku dalë, për kisha edhe pak më përpara në një bisedë në lidhje për drejt mikun tonë përbashkët zotin e Temaga, dhe i thash, vetëm 3 ditë mbas certifikimit de facto të rezultatit të zgjedhjeve, këtu është zhvilluar samiti me liderët evropian. Ne jemi pjesë të madhe liderësh të vendeve të tjera, qofshin këto siç është dhe Turqia, që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kjo ishte lënë përpara zgjedhjeve në cilin do flitej për paqen në Ukrainë dhe për stabilitetin në rajon dhe në botë. Atëherë ti si mund të lesh një samit në cilin zotëria i cili do udhëheqë samitin mund të humbi zgjedhjet? Pra mua më lind dyshimi që çfarë qëndron këtu? Pra po marr diçka për te këtyre që janë të faktuara. Unë po marr diçka që më çon dyshimi shumë larg. Pra si mund të lesh negociata dhe të zhvillosh samitin me një person i cili ti nuk e di do fitojë ajo zgjedhjet? Çfarë kuptimi do kishin bisedimet që ose Edi Rama do kishte humbur zgjedhjet? Dhe samiti ishte lënë më përpara. Do ishte një show, një fasad. Dhe është realisht një show, një fasad, apo është krejt e kundërta? Pra vullneti tyre është që zoti Rama të rinë në pushtet. Kjo është pyetja. Shumë e drejtë kjo që tha. Dhe do ta kap me këtë pjesën e fundit. Nga do që neve ta marrim analizën, ajo që ne kuptojmë, edhe ajo që realisht po ndodh në Shqipëri, dhe nuk është më vetëm ajo që ne kuptojmë, por ajo që ne prekim gjithkohës, është që faktori ndërkombëtar, veçanërisht po themi disa vende kryesore të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë pa diskutim shtete të cilët kanë ndikim pambotror, në Shqipëri kërkojnë stabilokraci. Pra, dhe po themi Shqipëria është një vend shumë i vogël që këto të kërkojnë në Shqipëri parimet dhe normat qoftë për çështjen e zgjedhjeve, qoftë për të drejtat e njeriut, qoftë për luftën kundër korrupsionit. Pra, ato elementet kryesore të demokracisë, ato nuk është si shohin me lupë. Dhe Shqipëria, mos harrojmë që Shqipëria është një nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe Ballkani Perëndimor në tërësi nuk i bën as 20 milion banor. 6 vendet, 20 milion banor. Por janë vendet të cilat shkaktojnë problematika. Dhe duke qenë se janë vendet që shkaktojnë problematika, përfshi edhe Shqipërinë. Edhe këtu kërkohet vetëm të ketë një lloj stabilokracie. Pra, domethënë të funksionojnë disa institucione, demokracia të duket sikur funksionon, me disa element, po themi bazë të saj që mos preken dhe gjithë pjesa tjetër nuk ka asnjë lloj interesi. Pra, ajo që ne kërkojmë nga ndërkombëtarët, në fakt duhet ta kërkojmë nga vetja. Ndërkombëtarët nuk eksportojnë në Shqipëri demokraci. Demokracia duhet lindi nga brenda. Dhe këtu duhet të dalë në atë analizën tuaj që bët me të drejtë, që ato e kishin përcaktuar dhe vendin ku do bëhej ky samit dhe dinin fare mirë dhe rezultat, po themi që ishte
koha e zgjedhjeve dhe nuk i interesonte se si do përfundonte ajo dhe në çfarë forme do përfundonin zgjedhjet. Pra, çdo gjë sot e gjithë bota nuk është e përqendruar, jo vetëm në Shqipëri, pa as në Ballkanin Perëndimor. Janë 2-3 elementë të tjerë të cilët vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përqendruar. Së pari me çështjen ekonomike, që është betejë me Kinën, Rusinë e tjerë, mos harrojmë luftën Rusi-Ukrainë, por edhe konflikti në lindjen e mesme. Pra këto janë 3 elementët të cilët ndërkombëtarët BE, SBA janë të përqendruar. Shqipëria nuk bën pjesë në agjendën e tyre. Qartë. Pra, nuk është fare në radarët e tyre. Dhe ne, domethënë, ose po themi më mirë, Partia Demokratike, edhe ajo e ka të qartë, veçanërisht lideri i saj, e ka të qartë që nuk duan të merren fare më me Shqipëri. Sepse nuk është, përveç se nuk është në prioritetet e tyre, domethënë Shqipëria është një vend i vogël që ka sjellë të lashe shumë të mëdha. Mos harrojmë që në 90-ën, në fillim të viteve 90, sollën buk. Pra, shtrin dorën, sepse ishte një vend i sapo dal nga komunizmi dhe vuante për ushqimet bazë dhe për veshje. Pastaj, pak vite më vonë, në 97-ën kërkuam ndihmë, na mbroni. Qartë. Dhe një vend i vogël që ka sjell shumë problematika për ndërkombëtarët. Është investuar pafundësisht, po themi, edhe në para, edhe në ekonomi, edhe në tentativë për të sjellë demokraci dhe nuk ka funksionuar. Dhe mjafton që ato të kenë disa element të demokracisë dhe nuk merren fare me pjesën e Shqipërisë. Pra, Sali Berisha ishte i pari që e ka të qartë këtë pjesë, por për të mbajtur elektoratin e tij të karikuar dhe me idenë që zgjedhjet, domethënë, janë prioritet, po themi i BE-s dhe këtu do ndodhi çudia se do vinë disa përfaqësues misionar, siç i ka quajtur ai, të partive popullore europiane, nuk kanë asnjë efekt në pjesën fundore. Qartë. Sebi, si të zhdukur roli i SPAK-ut në procesin zgjedhor dhe në situatën post-zgjedhore? Ke ngelu i zhgënjur me punën e task forces, si i kënaqur dhe si shikon impaktin e kësaj strukture kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tashmë që Edi Rama ka 83 mandate? Me SPAK-un në pamje të parë kam përshtypjen që të gjithë, po themi të gjithë ato që kanë dashur që në këtë vend të funksionojë diçka dhe të jetë si thosh vota e lirë të dominojë, kanë ndjerë një lloj zhgënjimi nga puna e SPAK-ut. Është një lloj zhgënjimi sepse ajo që prisnim që të kishte ndërhyrje pak